Luiza Gega nuk është thjesht një atlete e madhe. Ajo është historia e një vajze shqiptare që nisi nga një qytet i vogël dhe arriti të vendosë flamurin kuqezi në majat e atletikës europiane. Luiza Gega, e lindur në Bulqiz, është e dyta mes 5 fëmijëve, në një familje që nuk ishte lidhje me sportin, por ndonjëherë talenti nuk kërkon trashëgimi. Që në klasën e 5, në garat e thjeshta të shkollës, Luiza dilte gjithmonë e para. Vetëm 4 muaj pasi nisi stërvitjen me klubin Teuta, ajo fitoi garën e saj të parë kombëtare për të rinj, një shenjë qartë se kjo rrugë nuk do të ishte e zakonshme. Me vite pune, sakrifica dhe larg vendit, Luiza ndërtoi një karrierë që sot flet vet. Ajo është rekordmene e Shqipërisë në një sër disiplinash: 800 metra, 1500 metra, 3000 metra, 3000 metra me pengesa, 5000 metra, 10000 metra, 20 kilometra dhe maraton. Një dominim i rrallë që e bën një nga sportistet më të kompletuara që ka pasur ndonjëherë vendi. Por kulmi i këtij rrugëtimi erdhi kur ajo u shpall kampione Europe në 3000 metra me pengesa, duke hyrë në histori dhe duke vendosur Shqipërinë në hartën e atletikës botërore. Jo vetëm kaq, ajo vendosi edhe rekord kampionati në këtë disiplinë, një arritje që e vulos madhështinë e saj. Në arenën ndërkombëtare, Luiza është e barazuar me emra të mëdhenj si Ivet Lalova, duke e bërë një nga atletet më të suksesshme në historinë e kampionatit me 11 fitore dhe 2 vende të dyta. Një statistik që flet për qëndrueshmëri, forcë dhe karakter. Për kontributin e saj, ajo është nderuar me titullin mjeshtër i madh, një vlerësim që ajo vetë ka përjetuar si shpërblim për çdo lodhje, çdo sakrificë dhe çdo ditë të vështirë në rrugën drejt suksesit. Pas suksesit të Luizës qëndron edhe familja. Trajneri i saj, Taulan Stërmasi, është edhe bashkëshorti, njeriu që i ka qëndruar pranë në çdo hap, me mbështetje, besim dhe me shumë dashuri. Sot jeta e Luizës duket se po hyn në një kapitull të ri. Prej më shumë se një viti, ajo është shkëputur nga garat dhe po i përkushtohet trajnimit të fëmijëve, duke ndarë përvojën dhe pasionin e saj me brezin e ri. Objektivat nuk janë më vetëm medaljet, por edhe jeta personale, ku ajo ka shprehur dëshirën për të bërë nën. Megjithatë, një pyetje mbetet gjithmonë në ajër: a do të rikthehet sërish në pistë? Pavarësisht përgjigjes, një gjë është e sigurt: Luiza Gega tashmë ka bërë histori dhe mbi të gjitha ka bërë krenar një komb të tërë. Nuk e di nëse më ka ngelur në një gjë për të thënë pas ti inserti kështu të detajuar. Kam kënaqësinë të kem Luiza Gegën, atlete, kampione e Europës, mikesh, më vjen shpesh në emision, sa herë që unë e kam thirrur dhe jam shumë mirënjohëse për këtë gjë. Është gjithmonë kënaqësi. Si je ti? Mirë. Si të duket vetja tani që je tërhequr nga këto gara dhe që ne të gjithë më të shqetësuar jemi ne që je tërhequr ti se sa ti vetë kam përshtypjen? Që është një miks emocionesh në këtë moment. Unë fakt gjithmonë e kam përgatitur veten për çdo objektiv që vendos, qoftë kur kam qenë, le të themi, sportiste aktive për këto medaljet e mëdha. Gjithmonë mundohem ta përgatis veten çfarë më pret kur apo ajo rruga e vështirë, sa e vështirë do të jetë, sepse i tillë është sporti dhe këtë gjë më ka mësuar që asgjë nuk vjen lehtë. E kam përgatitur veten edhe për këtë moment, them drejtën, gjithmonë mundohesh të ushqija vetes që mbas lërëve olimpike do të reflektoj, aja vlen më të vazhdoj, sepse kërkon shumë mund, sakrificë, përsëri duhet t'jem larg çdo gjëje, larg familjes, në përmale, për objektivin e radhës, edhe ndjesha pak e lodhur te kjo pjesa, jo se po themi po mungonin rezultatet, por që mendoj që çdo gjë ka një fillim edhe ka dhe një fund. Është vështirë, shpeshherë asnjëherë nuk e kam thënë që do t'jetë shkëputja ime, po them përfundimtare, sepse gjithmonë nuk dua t'ja ushqeja këtë vetes, se dija që do ta kisha më të vështirë si gjë, po t'i thoj që ky ishte fundi dhe pra i ke lënë një derë të hapur vetes për një rikthim në pistë, sido që tjetë. Sido që tjetë. Tani sigurisht që unë gjithmonë nuk është se do të shkëputem nga pista në një farforme, por tani ka filluar një kapitull të ri, siç dhe ju e tha, po
po mundohem që gjithë të kontributin tim, le të themi që unë kam mësuar ndër vite, se si të arrit të bëhem qoftë edhe një kampion Europe, apo sa efort duhet t'jesh, si të përballësh vështirësitë, po mundohem që t'ja jap brezit të ri, që në një farë forme më përmbush, sigurisht në një formë tjetër, pra nuk kam këto emocionet që unë djej në ato arenat ndërkombëtare të mëdha, por që në një farë forme është diçka shumë e bukur që po mundohem të bëj. Ne thamë fakt që rrugtimi jot është i gjatë, është i mbushur me sfida, është i mbushur me sakrifica të jashtëzakonshme. Në një moment, se mirë është kur të gjithë dalin kampion që pastaj të tjerë të investojnë. Puna është që ti të mbresh në nivele të tilla që të tërheqësh vëmendjen. Dhe ti pikërisht ai njeriu që sakrifikove shumë, me gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme të njerëzve të tu të cilët besuan te ti, që më pas shteti shqiptar të kthehej dhe të shihte që ua, po shiko, se këtu pas kemi një kampion edhe ne mund të investojmë tek ky njeri, po kjo ka ardhur shumë vonë. Shumë vonë. Dhe ti e ke thënë këto në fakt, ardhur nga një qytet e vogël, një njeri me pasion sportin, me një familje me zemër të madhe që të ka mbështetur, domethënë, dhe e ke thënë, po duaj që të di, kur i kujton ato sakrifica dhe ato momente, çfarë nuk do doje të kujtoje? Që ka momente që mendoj nuk e di nëse po ta dija këtë rrugtim na do ta bëja dot prap. Sepse ti e preke që unë vi nga një familje e madhe, thjesht, ku fokusi kryesor ka qenë shkollimi, që ne të bëshim zotit, ndërkohë nga ana tjetër sporti kërkon shumë le themi sakrificë, qoftë edhe për nga pjesa financiare që prindërit e mi duhet sakrifikonin, shumë më shumë se sa për fëmijët e tjerë, dhe gjithmonë këto e kam pasur, le themi, si një boshllok që unë në një farë forme doja t'ja shpërbleja. Kanë që dhe këto emocionet, edhe po them mirënjohja për ato që më kanë ndihmuar, sigurisht dhe familjen, që në një farë forme mund kanë bërë edhe kjo që jam. Pra, më kanë shtyrë që të bëhem më e mirë për t'ja shpërblyer dhe atyre. Kështu që kjo pjesa, nuk e di nëse do t'a bëja po të kisha këto kushtet, nëse mund t'isha më përkëdhelur, kështu që çdo gjë që ka ndodhur për një arsye, mendoj. Por e kam si pjesë karakterit që çdo njeri që më ndihmon sadopak, apo qoftë edhe me fjalë të mirë, të mundohem t'ia kthej, ndoshta jo financiarisht, sigurisht, por emocionalisht. Kështu që nuk e di se ka qenë një rrugtim aq i vështirë, por dhe aq i bukur. Pra kam lënë shenja në historinë time, dhe sa herë rikthehem, më japin emocionet. Unë dhe tek po shikoj ato inserti, se unë jam një natyrë emocionale që preken të rikthejnë pas në kohë dhe të bën të gjithmonë e bërë peshon që ja vleti, si ja vleti, por që sigurisht që ja ka vletur. Po ta kapësh nga pjesa që se arrir je financiarisht, jo, mendoj që është shumë e vështirë, sepse ti ndoshta nuk e di kur se si do t'jetë karriera jote. Unë kam dalë edhe në 2016 e dyta në Europë, edhe asgjë nuk ndodhi. Atëherë, në fakt, pata i zhgënjim shumë të madh, thoja që çfarë duhet bëjmë më tepër për të, le të themi, për të kthyer vëmendjen e shtetit, jo vetëm tek unë si Luiz, por ndoshta edhe të gjithë ato të rinj që sadopak kanë talent, sepse sportistët kanë nevojë për ndihmën pikërisht kur japin ato shkëndijat e para. Ndoshta kur ti arrin maj nuk ke më kaq nevojë për suportin e vendit tënd, sepse ndoshta sponsor të afrohen, por sponsorat të afrohen kur ti je në maj. Ndërkohë që besoj që politikat e vendit duhet të jenë ndryshe, të mbështesin talentet kur janë në fillimet e tyre, që ato, le të themi, të mos... Çdo sportist që kam patur këtu sot ma ka thënë këtë gjë, këtë pjesën e mbështetjes nga ana e ministrisë dhe mundësit për talentet. Ndoshta është pak e vështirë të evidentosh talentet. Unë duke të kthyer edhe një herë në fëmijërinë tënde, kur ka qenë ai sprinti i parë që dikush kur të patha po kjo qënta e tmeshme mund të bëhet një super sportiste? Unë e kam thënë shpesh, unë kam pasur fatin që burit e zestime, që ishte trajner tek Ministria Sportive e Durrësit, ishte pikërisht ai që shpreu dëshirën që unë ta provoja si sport. Unë nuk kam provuar asnjë sport tjetër përveç atletikës. Kam qenë në klasë të 8, kam qenë pa mbushur 14 vjeç, dhe... Mund të konsiderohet pak vonë, apo është okay?
po, konsiderohet pak vonë, sepse supozoj që fëmijët duhet fillojnë pak më herët, por që 10, nga ana tjetër natyra ime nuk ka qenë kur asnjëherë si pasive, po them gjithkohës. Ka qenë një fëmijë lëvizur. Shumë. Jashtë masë shumë. Gjithkohës isha duke që gjetën një mënyrë si të ta shkarkonin gjithë atë energji. Pikërisht. Pra po dhe nxirret gjithën atë. Por që çdo gjë ndryshoi, deri në moshën po them e shkollës mesme, e shikoj thjesht si argëtim. Nuk e dija çfarë mund të bëja, nuk e dija çfarë mund të bëhesha, nuk e dija si mund të arrija. Isha ende e paformuar dhe çdo gjë e shikoja ndryshe. Çdo gjë ndryshoi kur erdha nga Durrësi në Tiranë për të vazhduar universitetin, edhe aty mendoj që secili nga ne, secili i ri, duhet, le të themesh, pikërisht ajo pika që duhet të analizoj çfarë duhet bëj, sepse është shumë e rëndësishme, ato vite janë shumë të rëndësishme për atë që ty do të ndjeki më pas. Thash pse jo, ta provoj ndoshta ku mund të arri. Edhe sigurisht që për të provuar një sport duhet të mundohesh të shkosh tek më të mirët. Është vërtet. Në atë kohë, trajneri im që unë kam pasur për shumë vite ishte më i mirë, kishte një ekip shumë të mirë. Në fillimet e tij nuk është se shpreh dëshirën për të më marrë, sepse unë kam qenë një sportiste e mirë, po jo kaq e mirë sa sportistët që ai kishte në ekip. Edhe nuk ishte 100% i bindur, po, por që edhe këtë pjesën doja t'i tregoja që unë mund t'jem kaq e mirë. Po, më pas, unë po ecja me hapa shumë të mëdhej, sepse po stërvitesha rregullisht, që nuk e kisha bërë më parë, ai kërkonte shumë disiplinë. Ja vure qëllim vetes edhe ti. Po, sepse ose duhet ishte në të njëjtën linjë me të, ose ndryshe pastaj nuk është se do rezistoje në atë ekip. Ku e ndonë në sakrificën më të madhe? Në të ushqyer, në stërvitje, në orët e gjata, në pamundësi që të ofronte terreni shqiptar, kush ka qenë, do të thënë, ajo sfida më e madhe me veten tënde? Okej, mbaj mend disa momente, po një nga më të vështirat ka qenë kur trajneri kërkonte grumbullime. Grumbullimet sigurisht duhet kryeshin nga vetë sportistët. Do bëjmë një grumbullim në Malzi, ishte shumë e vështirë për mua, sepse le të themi duhet fusja familjen time në vështirësi, nuk kisha mundësi, ai ishte shumë i rreth, thoshte, unë qofse do të bësh këtë sport, duhet të marrësh parasysh çdo gjë, edhe mbaj mend që ekipi shkoi në Malzi dhe pata mundësi të shkoja, dhe po stërvitesha këtu në Tiranë. Trajneri shkonte e vinte për shkak të punës që ai kishte, dhe ndërkohë isha atë ditë në stadium dhe nuk më jepte fare sy dhe për stërvitin që po bëj, dhe më tha për mua je atje me gjithë sportistët të tjerë. Fola me familjen, ishte shumë vështirë, motra ime e madhe në fakt gjithmonë ka qenë suporti kryesor, njëkohësisht vazhdonte universitetin, nga ana tjetër punonte, tha ti do shkosh, tha unë do të mundohem shumë, tha që ti të shkosh, edhe mbaj mend ka qenë pa ajo që më ka dërguar në grumbullimin tim të parë, ka qenë shumë i vështirë edhe emocionalisht, por ndoshta janë pikërisht këto momente që të bëjnë më të fortë, edhe thash për mua nuk do të ketë kthim mbrapa, unë në një farë forme do mundohem t'ja shpërblej gjithë familjes time këtë sakrificë që po bën, që kanë qenë momente që ti duhet vendosje, përballoj dot, duhet tërhiqem, sepse nuk varet vetëm nga dëshira ime apo dëshira për të ecur, po ishte edhe pjesa tjetër nga mbrapa që ti kërkon një mbështetje financiare që unë atë momente nuk e kisha, edhe po janë momente shumë të delikate, vështira dhe më vjen kur i kujtoj shpeshherë ndjem edhe keq për pozita që unë kanë vendosur, por që sigurisht ato sot janë shumë krenare dhe ja kanë vlerë. Duhet shkoj tek ajo fotografia ikonike jotja me atë flamurin shqiptar ashtu pas vetes, ai momenti ku ti fiton çmimin kampion e Europës dhe sido që të jetë aty, mendoj që çdo sakrificë dhe çdo pikë djerse, lot, sfida, familja, çdo gjë ja ka vlerë dhe kthen mbrapsht atë krenarit jashtëzakonshme, po dhe arritje profesionale që tani nuk e di, qofsha e gabuar, por nuk e ka fituar njëri tjetër veç teje në Shqipëri, titullin kampion e Europës në atletik për femra. Jo, nuk e ka fituar, por shiko, mendoj që gjithë ne kemi atë, po themi, të quaj popullor se riskun tonë, dhe më thënë, asgjë nuk i marrim askujt. Të gjithë e kemi rrugën e hapur, më tepër unë kam dashur t'i tregoj vetës që mund të arri larg, se sa t'i tregoj që unë jam më e mira, por që kur i kthehem, nuk është se kam lënë, po themi, nuk është se kam futur në vështirësi vetëm familjen time apo çdo gjë, që ti je sportiste niveleve të larta, ti duhet lesh
rinin tënde, nuk jeton dot një jetë normale, nuk duhet lesh shoqërinë, duhet lesh të dalurat, pra ti ke një jetë shumë ndryshe nga çdo moshatari joti dhe besoj që kjo po na mungon pikërisht në këtë moment, sakrifica për të bërë një rrugtim për ekselencën, pra, në punën e që ti duhet pjesë, kesh çdo gjë tjetër, duhet kesh, është vërtet. Fëmijët e sotëm dhe trinjtë e sotëm e kanë të vështirë. Sepse duan të jetojnë dhe nga janë ti mendon domethënë nuk është si i vefaj, sepse sporti ka dhe këto pasigurit, doja dalësh. Jo gjithë kanë fatin që ndoshta tu eci, sepse duhet kesh dhe këtë talentin, duhet kesh çdo gjë, duhet kesh dhe fatin me vete. Patjetër që ti do bësh çdo gjë që ti jetë mundur, po ndonjëherë fati dhe të mungon. Dhe mu më është dashur shumë vite, jo se nuk jam lodhur vitet që kisha më përpara, por nuk shkonin gjërat në atë pikën që mund të më shpërblej çdo gjë. Derisa erdhi ky viti 2022 që e binda veten që ai është viti im, ai është momenti im dhe nuk duhet të themi çdo sakrificë që unë kam bërë duhet të më shpërblehet. Le të them që unë gjithmonë kam pasur një lloj vizualizimi për atë që unë do të bëja. Jam munduar që ta përfituroja atë rrugën se si mund të arrij, pra me këto le të themi elemente shumë të vogla duke i bërë së bashku. Kur i kthehem tani kuptoj që si ka qenë, sepse kur i kam bërë nuk e kuptoja. Tani kam më shumë kohë të reflektoj si kam arritur, çfarë kam bërë. Mundohem t'ja shpjegoj shumë, qoftë sportistëve që janë aktual, qoftë edhe të vegjëlve, por është ndryshe t'ja shpjegosh, është ndryshe, ato duhet ta ndjej. Pra unë mund t'i tregoj të gjithë se si e kam arritur, po nëse ato nuk e ndjejnë, kanë vështirë ta bëjnë. Duhet ta dua shumë, po shumë sportin që të arrish, sepse kjo është arsyeja pse nuk e bëjnë dot gjithë, pikërisht për këto vështirësitë. Të gjithë shprehin ato, domethënë shikojmë rrjetet sociale ose i japin gjërat më të mira, por është ndryshe kur ti e bën. Domethënë, sa herë kam qarë, sa herë ka pasur momente që jam të rrequr, sa herë kam thënë nuk e bëj më, sa herë. Por është diçka e brendshme që ty nuk të lë, thotë që ti duhet vazhdosh sepse ti mund t'ja dalësh, pra ka shumë zëra të njëkohësisht që ty të flasin. Nuk e di, por shpeshherë ndjem dhe me fat të drejtën, ndjem me fat dhe për njerëzit që kanë pasur afër, për ato që kanë besuar, ndonjëherë dhe për ato që nuk kanë besuar, sepse ti në një farë forme do t'i tregosh edhe atyre që besojnë, po dhe atyre që nuk besojnë që ti mund t'ja dalësh. Domethënë është bukur. Unë nuk dua të flas shumë për jetën tënde private, tashmë të gjithë e dinë që ajo filloi aty në sport dhe sepse për s'ke çfarë bën ti s'ke pasur kohë të merresh me njerëz të tjerë. Është shumë, shiko, domethënë unë fakt nuk kam dashur ta prek edhe për mënyrën se si ka ardhur shumë vonë kjo gjëja dhe kur ti the ka pasur jetë shumë përqendruar ke sporti dhe kur nuk kam menduar, gjithmonë kam menduar që unë duhet t'i marr maksimumin kësaj që bëj dhe pastaj të shikoj gjë tjetër, sepse pikërisht në Shqipëri nuk të jepet kjo mundësia, pra ne nuk është se kemi shumë sportistë që ti mund të shkosh në përgumbullime, mund të njohësh dikë, që të ndash të njëjtin pasion, shumë të rinj, kur unë kam qenë, po themi në një moshë me këto, nuk e kuptojnë këtë pjesën që ti duhet ikësh për muaj të tërë nga shtëpia e vetme në përmale etj. Erdhi moment që gjërat shkuan në këtë formë, tajeri im ishte për shumë vitesh beqar, unë kur jetën time nuk e kisha menduar dhe nuk e kisha parë me këtë sy, gjithmonë e shikoja si një njeri që kontribonte vetëm në atë ëndrrën time të madhe dhe nuk e mendoja, por ndoshta erdhi ai momenti që besoj dhe këtë tjetrën që sa më shumë të rritesh, aq më shumë vështirë ke që të krijosh qoftë edhe njohje, të japësh vetes mundësinë, ndihesh dhe e lodhur me sportin. Pam këtë pse jo, domethënë dhe ka qenë nuk ka ardhur kaq le të themi si një dashuri që lindi si një rrugtim që ti vlerëson shumë një person dhe fillon dhe pse kur ky personi ndoshta mund ta shikojmë jetën së bashku dhe për shumë kohë nuk është se i kemi thënë njëri tjetrit as fjalë bukura. Unë akoma vazhdoj që në pistë i them trajner, sepse vërtet ka qenë till status
që ai ka kontribuar në ëndrrën time më të madhe dhe vërtet duaj që dhe të rinjt edhe njerëzit le të themi ta shohin si të tillë në jetën time që ka kontribuar në ëndrrën time më të madhe. Pastaj kjo pjesa tjetër është diçka që mendoj që më përket mua si individ edhe dhe sigurisht që do ta shijosh ti, unë e vetmja gjë që dua është të të uroj me shpirt që ti të vazhdosh të kontributin që ti ke nisur për atletikën, ti japësh brezit ris që dhe ke nisur me shumë dashuri. Ti ke folur, ke qenë gjithmonë e hapur për gjërat e tua, kështu që ka pak vend për të por mendoj që misioni që ke marrë tani është shumë i bukur dhe shumë fisnik. Që të uroj shumë suksese. Është vërtet, domethënë gjëja më e bukur është që ti të kontribosh tek fëmijët që ende nuk janë formuar dhe ti të kontribosh në formimin e karakterit dhe personalitetit tyre, sepse mendoj që jo gjithë do bëhen kampion, por të kontribosh që ata të bëhen njerëz më të mirë dhe më të fortë në jetë është gjëja më e bukur që mund bësh për ta. Luiza, shumë faleminderit që ishëm me mua sot. Faleminderit shumë nga kënaqësi, na ngushtua kjo po sepse kishim shumë sportistë, por shit ata të vegjël. Është shumë mirë që jepni hapësirë sepse mendoj që është një motivim shumë i madh për to. Ti kesh ata të tut një ditë mbledhi bashkë dhe silli këtu. Me kënaqësi. Faleminderit. Përfundojmë kështu për këtë të premte edhe për sot emisionin ton Çasti i dur. Ju uroj të gjithëve një fundjavë sa më të bukur me shumë sport. Dilni, koha është e bukur. Shfrytëzojeni për veten tuaj, për fëmijët tuaj. Ne bashkë takojmë sërish ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.